Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 4, data 4 shkurt 2026, duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme, një ditë me ndikime dhe favorizime shumë të mëdha. Kemi Urani, që kthehen në pozicion direkt për të fundit në shenjën e Demit, duke favorizuar ndryshime në jetën tonë të përditshme, por duke sjell edhe më shumë surpriza dhe gjëra të papritura. Kjo është ere fundi që Urani kthehet në pozicionin direkt në shenjën e Demit, pasi përgatitet të largohet nga kjo shenjë më datën 26 prill dhe vendoset në binjakët për 7 vitet e ardhshme. Ata që kanë lindur 5 ditët e fundit të shenjave fikse, siç është Demi, Luani, Akrepi, Ujori, ose ata që kanë ascendente në kjo shenja, kanë ndikime dhe mundësi të arta në lidhje me kohën e punës, lidhje me ndryshimet që do të kenë, por njëkohësisht duhet të bëjnë dhe kujdes. Këto shenja kanë një mundësi, sepse periudha kur ndodhin fenomenet, momenti që ndodhin fenomenet, duhet që të jemi sa më të kujdesshëm, sa më të vëmendshëm për sa i përket ndryshimeve që bëhen dhe mundësive që jepen. Por gjithashtu është edhe koha dhe momenti i duhur mbi takimet që do të bëni ose shitblerjet deri në datën 26 prill. Pra, kemi një ndikim planetar që na dikton. Neve duhet të lëvizim. Kjo është çështja. Shenjat që kanë ndikime ose kujdes që duhet të bëjnë janë shenjat e ajrit, siç janë ndikimi i binjakëve, siç janë peshoret dhe ujorët. Ndikime shumë të mëdha në këtë aspekt, prandaj bëni kujdes në lidhje me çështjet që keni probleme ose keni pasur probleme në të kaluar, trokisni sot që të jeni të lumtur nesër, është koha juaj. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roshkon atje, atje ndodhet sekretariat për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, shkoni direkt atje dhe më pas nëpërmjet emailit ne flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni tek emisioni pyetje përgjigje dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin to. E klikoni, shkoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Shenjës së Dashit duket se ka një moment, një ndikim shumë të madh në lidhje me takime, në lidhje me bisedime. Por duke pasur parasysh edhe një hark kohor ku është momenti i duhur për ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Por gjithashtu nuk diskutohet, nuk vihet në dyshim çështjet financiare ose çështjet që kanë të bëjnë me vendimet që mund të merrni. Por gjithashtu nuk ka diçka shqetësuese në fushën e dashurisë, gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë, si do thotë me peshore dhe me virgjëresh. Me virgjëresh sidomos është një moment që këto 2-3 ditë janë ditë shumë të mira duke filluar nga kjo ditë, pra nga data 4 e në vazhdim. Duket se gjërat janë në favor dhe jo disfavor. Mundësit, koha, ndryshimi, vendimi ka të bëjnë shumë me çështjet aktuale, por dhe me një lidhje me pengesa do ta zgjidhni. Në lidhje me një bashkim familjar, duket se është me shigjetarët edhe diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Dhe të dashur, nëse do të duheshe ose do të kishe mundësia që juve të nisni një rrugtim të ri drejt suksesit të punës ose të karrierës suaj. Po është një moment shumë i mirë, është një moment që vërtet rrezaton dhe zullon në atë çka bëhet. Është një moment shumë i mirë gjithashtu në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime shumë të mëdha që do të keni në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me peshqit dhe diçit parë, me virgjëresht dhe diçit tretë që është perfektja, por një vëmendje do të bëni me akrepët dhe diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, nëse është koha dhe momenti ose doni të bëni diçka, bëni pa kujdes në lidhje me ditën e sotme për 1000 arsye, sepse shenjat e ajrit kanë komunikimin dhe e drejta juaj në fakt ju se debatoni ose
jeni pak në dilemë për disa gjëra që ndodhin, mirë do ishte që të rishikoni disa çështje të pazgjidhura më përpara që t'jeni koshient për atë çka ndodh, koshient për atë çka juve doni të rregulloni. Megjithatë, është një moment tani, është një moment shumë i mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me shumë ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Duke se gjithashtu ka të bëjë dhe me disa takime të rëndësishme nga dreka, por megjithatë juve keni mundësinë dhe mund t'i zgjidhni problemet siç dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me peshore duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Përse përket gaforeve, duket se gaforet tani në këtë periudhë ka një mundësi dhe një moment shumë të mirë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë në andresën tuaj, një moment të mjaft i mirë dhe tepër surprizues në lidhje me karrierën, në lidhje me takimet që do të bëni, por dhe vendimet të rëndësishme që do të keni tani tutje. Megjithatë, edhe pse keni pasur disa probleme juve të shenjës së gaforës, shenja uji nuk e diskutoj sepse nuk e vini ndryshim juve karrierën ose gjëra të tjera që do të keni në vazhdimsi, por është një moment mjaft i mirë stabilizues në anën tuaj, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me virgjëresh duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Me luanët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për sa i përket ndryshimeve dhe gjërave të mëdha që do të lidhen në fushën e karrierës suaj, në fushën e disa bizneseve që ju e keni ndërmend të rregulloni, po është e mundur, po keni për t'ja dalë, sepse është momenti dhe koha më mirë e mundshme mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e çështjeve madhore, financiare, ekonomike, lidhje me çështje biznesi, shet e zjarrit, nuk e diskutoj që kanë ndonjë mundësi të artë në lidhje me një takim që mund bëni sot nga dreka ku gjërat janë krejt ndryshe dhe situata është në dorën tuaj. Dashuria, meqenëse keni pasur një problem vogël me peshkun, zgjidheni sot. Nëse keni pasur një ndarje me binjakun, bisedojeni sepse fjalët i merrera ngel puna dhe ajo çka juve kërkoni për gjithmonë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë virgjëresha. Virgjëresha dashura duket se pikërisht kjo ditë është një ditë shumë e mirë, me hënën shenjën tuaj ka filluar qysh sot në mëngjes, përshime bën një ditë para, por keni ndikimin më të mirë të mundshëm për sa i përket disa çështjeve madhore ekonomike dhe disa gjëra që do t'i bisedoni tani tutje, ku është momenti koha me ndryshime, me vendime të rëndësishme, do ta thosh unë, sepse i keni të gjitha mundësitë mbi zgjidhje të konflikteve, mbi problemet që do të keni, ose disa çështje të tjera që pak a shumë juve i dini dhe i keni mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Një moment që keni të bëni tani është koha e duhur mbi stabilizimin dhe ekonominë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe shigjetar duken mjaft pozitive, por varet se sa juve jeni gati të përgjigjeni kërkesave që keni ose ju jeni në diasporë për disa dokumenta të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Meqenëse për sa i përket peshores, duket se peshoria vërtet është në ndikimin më të mirë të mundshëm, vërtet ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë edhe me disa gjëra shumë të rëndësishme në lidhje me udhëtimet, në lidhje me bisedimet sidomos, ka të bëjnë mjaft sepse ekonomia, sepse çështjet e tjera që të lidhen në vendimet të rëndësishme që do të merrni, lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, lidhje me një takim mjaft i ngrohtë në lidhje me bisedimet që do të bëni, sepse problemet që keni juve, keni juve, nuk është shenja të vërtet kanë pasur probleme madhore, probleme kanë pasur, probleme me të tjerët, me të tretët, jo për fajin tuaj, dhe kjo do të thotë që është diçka mjaft pozitive dhe tepër ideale në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet. Në çështjet e tjera, në anën tuaj, sepse pluset dhe minuset ju dini shumë mirë se ku shkon dhe çfarë rregullohet në këtë aspekt. Dhe koha tregon që me kalimin e kohës, me ndryshimin e madh, me vendimet që merren dhe periudhat kur ndodhin gjëra dhe fenomenet, është një nga momentet më të çiltëra dhe më mirë për juve, sepse edhe pse është pak e egzageruar një çështje që keni pasur lidhje, keni pasur ndryshime o gjëra të natyre, por e keni mbyllur në si çështje dhe si periudhë. Momenti dhe koha është mjaft ideale për stabilizimin dhe karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, një moment mjaft perfekt, të thotë me ujor të dishit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Meqenëse
akrepët të duket se përveç një çështje pune, shenjat e ujit mundohen që të jenë korrekt, mundohen të bëjnë të pamundurën, mundohen që të zëvendësojnë ose të rregullojnë ose të mirëmbajnë disi anën ekonomike, është dhe mundësia tani sepse kjo periudhë, pikërisht ky moment është momenti më i mirë i arti në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet e mëdha dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Marrjen e vendimeve të rëndësishme do më kujtoni dhe keni shanse shumë të mëdha sepse me kalimin e kohës gjërat do jenë shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan të 10 ditë të parë, me peshkët e 10 ditë të tretë që është perfektja, por nëse marrim në përgjithësi keni shumë gjëra pozitive dhe shumë gjëra të rëndësishme në vazhdimsi. Çështja që lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me një biznes, është një moment shumë i mirë dhe tepër korrekt nga ana juaj. Në çështjet që lidhen me anën e biznesit, ju jeni jashtë, është koha juaj më e mirë e mundshme tani. Vazhdimësia nuk duket se ka probleme, se ka gjëra që do të ndikojnë, ka gjëra që do të rregullohen në anën tuaj. Mbi një takim të rastësishëm fushën e dashurisë, duket se është për të ardhmen tuaj, sidomos me dëmtë dhe diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani e tutje kanë mjaft mundësi, kanë mjaft kohë për të zgjidhur problemet e tyre në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e një momenti të caktuar që do të keni në lidhje me anën ekonomike financiare, sepse do të rregulloni gjërat aty ku doni juve, dhe është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, është momenti ideal dhe i stabilizimit të çështjeve ekonomike financiare, stabilizimit të gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, dhe kjo është koha, është momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në çështje të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje dhe diçka parë virgjëresh, është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët, në fakt, bricjapët duket se për ditën e sotme kanë paraditën e kanë shumë të mirë 10 me 12 e 30, ku gjërat do jenë krejt ndryshe, sepse situata e keni në dorë, edhe pse jeni pak të lodhur në lidhje me punën tuaj, por të gëzueshëm, një lodhje kënaqshme në fund të ditës, sepse shumë gjëra do të ndryshojnë në statutin tuaj, sidomos me punën, ose jeni në pritje për një ndryshim shumë të madh. Kjo do të ndodhi, duan apo s'duan të tjerët, është në rrugtimin e së ardhmes për punën tuaj, për korrektësinë tuaj, dhe kjo bën që të jeni më korrekt se korrekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet me gafore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se tani për tani, edhe pse keni pasur probleme, se keni pasur gjëra që nuk janë realizuar siç dëshironi, por në anën tjetër keni mundësinë, keni kohën e dur për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket gjërave që do të ndikoheni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit keni kujdes. Ujorë të dashur, shenjave të ajrit për ditën e sotme, sepse shumë gjëra dalin mbi sipërfaqe, për ju keni probleme, keni pasur probleme, trokisni. Kjo varet në individ pasaj ku ka ndodhur fenomeni, që të shikojmë më të ndryshmet, për shembull, ju të keni parë se vendosim 2 harta astrologjike për të kuptuar ku ndodhet fenomenet dhe çfarë ka ndodhur më përpara. Por gjithsesi, kjo është një periudhë që mund të kuptoni shumë gjëra në lidhje me ekonominë tuaj, lidhje me stabilizimin tuaj, edhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani tutje marrin stafetën, sepse gjithmonë shenjat e ujit kanë momentin dhe kohën e dur, sidomos shenjat e ujit me shenjat e tokës kanë ndikim fantastik, sepse i bie me virgjëresh. Dhe ky është momenti i duhur për sa përket stabilizimit punës dhe të ekonomisë. Në dashuri, duket se me shigjetar, me binjak është perfekte, me virgjëresh është vetë jeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 4 shkurt 2026. Por nëse dëshironi parashikime të detajuara më në detaje, më në thelb, për gjithçka kërkoni juve, atëherë kemi pikërisht faqen roz. Atje duke zgjedhur një nga paketat që ju intereson, ose ku e gjeni veten juve, më pas shkoni tek sekretaria, atje mund të veni të dhënat, emailin, dhe flasni pasaj direkt nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt për juve me pyetje përgjigje, atëherë kemi direkt të butonin tu. E klikoni, i shikoni, zgjidhni hapat dhe duke klikuar jeni gati për dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejt përgjigjen. Nga Unë Rrëpulla, uroj mbarësi në çdo aspekt. Gjithë mira.